Pra sonte në mbrëmjen orë 20:45 minuta të gjithë shqiptarët me sy dhe zemër në Prishtinë në stadiumin Fadil Vokri ku do të luhet finalja mes Kosovës dhe Turqisë e vlefshme për kampionatin botror 2026. Analizuam deri më tani kampin e Kosovës me dëshirën dhe shpresën e mirë që të fitoj, por shohim tani çfarë ndodh dhe në kampin kundërshtar, ato të Turqisë. Kam në lidhje të drejt për drejt gazetarin Sokol Brahaj. Sokol, përshëndes. Flasim për kampin kundërshtar, po besoj me zemër jemi nga Kosova, pa dyshim të gjithë. Patjetër, as që nuk dëshohet fare. Nuk diskutohet kjo, por le të shohim, le të zbulojmë se çfarë ndodh me Turqinë, ekipin e Çalhanoglu, e cila sot kërkon dhe ajo me patjetër të shkojë në botror pasi ka 24 vite që nuk e ka prekur kampionatin botror, që nga 2002 i bie, kur ka dalë e treta. Doli me nder dhe lavdi nga vendi i tretë, por prej 24 vitesh nuk e ka prekur më kampionatin botror. Kështu që si është situata dhe gjendja e lojtarëve tek Turqia? Tek Turqia çdo gjë është në pritshmërinë e tyre si ka qenë deri më tani. Normalisht që edhe 1 orë, 2 orë para ndeshjes, taktikat dhe teknikat e direktorit Turqisë normalisht ndryshojnë, ndoshta të Kosovës mund të ndryshojnë, sepse vetë nxefjet para ndeshjes, po ashtu bie që janë në një trusnit e madhe Turqit në Kosovë, sepse janë në fushë të huaj dhe nuk është ndeshje këtij, por është tek ndeshje e cila me të vërtetë që është jetike për Turqit, por gjithashtu domethënë edhe për ne, por normalisht që Turqit atje nuk do ta ndiejnë veten në fakt edhe si në vend të huaj, sepse nëse shohim në opinionin turku të gjithë komentatorët, futbollistët, ish futbollistët turk, ata e shohin veten si në shtëpinë e vet, biles në shtëpinë Mehmet Akif Ersoyt, i cili ka shkruar hymnin e flamurit turk. Pra do t'ja fillojnë ndeshjes së futbollit kur këndohen dy hymnet dhe kur këndohet hymni i flamurit turk është i shkruar nga një shqiptar, pra nga një venali tashmë që do të jetë në Kosovë, dhe kjo e bën domethënë shumë domethënëse këte, por gjithsesi normalisht do të kemi një ndeshje shumë të tensionuar nga ana emocionale, domethënë të dy ekipeve, një në radhë të parë për ne, sidomos për ne për Kosovën, është shumë jetike, sepse një shtet shumë i ri ku ja arriti të dalë deri në këtë grad, po ashtu edhe Turqia, siç e thatë ju, domethënë që në 2002 nuk ka shkuar më dhe ndërron, ku dihet mirë që Turqia ka miliarda euro investime në sport, në stadiume, në të tjera, dhe ende nuk ka arritur atë sukses, dhe me pa tjetër që do të bën të dy skuadrat të lozin domethënë deri në pikë të fundit. Por gjithsesi do të shohim, sepse topi është e rrëmbullakët Bruna, dhe me të vërtetë të dy skuadrat janë për një ndeshje jetike, por nga ana sportive, normalisht do të jenë në luftë një anëtër, por nga ana sportive. Tani, priten, le të themi, do jetë formacioni, do të jenë të gjithë titularët, priten sot jenë në formacion, ka mungesa, me aq sa dihet deri më tani? Jo, deri tani nuk thuhet që nuk ka mungesa, por normalisht që tashmë skuadrat, dhe sidomos kur janë para një ndeshje etike që nuk ka dhe rikthimin e kësaj ndeshje, atëherë të dy do të shohin edhe pozicionet e njëri tjetrit, se kush nxjerr mes fushor, kush nxjerr sulmues, kush nxjerr mbrojtës. Mbas së tyre normalisht do të rishikohen deri në minutën e fundit biles, edhe pasi të fillojnë ndeshja, ndërrimet e lojtarëve do të jenë pak më të rëndësishme këtë radhë për të dy anët, domethënë qoftë për ne Kosovën, por edhe për Turqinë. Mirë, Sokol, Turqia një vend i madh me historik në botror, 80 milion banor përballë Kosovës së vogël me 1.6 milion banor. Tani e shohin si një kundërshtar deri diku të thjesht, pra është e fituar kjo ndeshje për Turqinë sot, si janë pritshmëritë, si janë komentet? Në fakt, Bruna, 1 milion, jo vetëm thjesht 1.600.000 shqiptarë të Kosovës, por gjithë bota shqiptare sot, dhe gjithë shqiptarë sot kanë 90 milion turist mbi kokën tonë, dhe të gjithë janë normalisht që përkrahen skuadrën e tyre, dhe për ne është këtë tjera. Në fakt, nëse shohim në këto 3 ditët e fundit, pra që tashmë u kualifikuar Turqia dhe u bë sigurt që do ishte kjo ndeshje me Kosovën, shumë interesante që
komentatorët turq, por ish futbollistët turq, ish teknik, direktorët e tjerë. Në përgjithësi, shtetet e vogla i kanë marrë, domethënë, e kanë thënë se kjo është e vogël edhe këtë mundje, kurse për Kosovën shumë interesante që në asnjë vend të Turqisë, në asnjë media të Turqisë nuk është marrë e lehtë Kosova, por biles që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, edhe pse nga ana sportive Kosova është shumë e vogël se sa Turqia, por gjithsesi është shumë do më thënë se në sportdashësit, por edhe në ata që komentojnë sportin, futbolin, por edhe në ishë futbolistat e Turqisë, kombëtarët e Turqisë, të cilët thojnë që Kosova nuk është ajo Kosova e para 3-4 viteve, se kemi pas bërë ndeshje më përpara Kosovë-Turqi, por është një skuadër që me të vërtet e di se çfarë don, e para, e dyta ditë luaj për atë çfarë kërkon, dhe e treta që i shtohen të gjitha këto është në stadiumin e vet që ka një tifozëri jo thjesht të Kosovës apo të qytetit të Prishtinës, por të mbar shqiptarëve, e cila edhe nga Turqia mund të ketë miliona tifoza që do të jenë me Kosovën sot, domethënë me zemër, me shpirt me Kosovën sot, edhe pse jetojnë në Turqi. Patjetër. Ndërkaq, me çfarë kam lexuar një premtim i bujshëm dhe nga ana e Federatës së Futbollit të Turqisë, për çdo lojtar një vil në Bodrum. Apo jo? Pra do ndërtohen rreth 4000 vila. Jam e sakt? Jo, janë ndërtuar, ka ndërtimet, vilat janë sepse janë ndërtuar vilat, nëse fitojnë apo jo. Po nëse fitohet, domethënë, dhe kualifikohet dhe shkon në botror Turqia, atëherë federata normalisht me urdhën e presidentit Erdogan, por zyrtarisht i ka bërë Federata e Futbollit Turk, siç dihet, domethënë pasi edhe Kurti tha që nëse ne dha me 500.000 për të kaluar ndeshjen tjetër, dhe nëse do kalojmë pra do kualifikohemi dhe të shkojmë në Amerikë, këtë rrallë, atëherë kemi 1 milion euro shpërblime. Kështu që edhe Turqia ka thënë që do të keni nga një vil në Bodrum të gjithë të lojtarëve. Domethënë jo vetëm thjesht asaj 11 sesh, por gjithë ekipit do të keni vila. Se sa realizohen premtimet, pastaj normalisht që do ta shohim mbrapa, por këto janë edhe motivuese në fakt për futbollistët, normalisht që të jenë, por edhe për ekipin që të jenë pak motivuese, por do të thënë kjo që në fakt shpërblimet e tilla apo premtimet e tilla për kombëtarët dhe për futbollistët profesional siç janë të Kosovës dhe të Turqisë nuk është se do të kenë një rol shumë të madh plus domethënë për këtë ndeshje, sepse ato të gjithë e dinë, nuk janë 5-16 vjeçra, por janë çuna që lozën në Superligat e Europës, janë çuna që dinë se çfarë është futbolli dhe dinë se çfarë është ndjenja kombëtare, me patjetër, dhe ato do ta lozin në mënyrë më profesionaliste, por normalisht është një shkak, një sebeb që mund të shtyjë ndoshta edhe pak, por nuk besoj që një futbollist i Turqisë apo edhe i Kosovës ka ngelur për 100 euro apo për një vit 200 euro, por këta janë gjëra për të dhënë pak edhe bujen më të madhe, domethënë fitores që të motivohen jo vetëm thjesht futbollistët, por edhe gjithë sportdashësit nga të dy anët. Cila vlerëson se është pika më e fortë dhe e dobët e kombëtares turke? Pika më e dobët e kombëtares turke, unë shoh që nëse ata do ta shohin që Kosova do të jetë shumë e lehtë për ta, ata do të humbin, e para. E dyta, mund të jetë sidomos disa nga lojtarët turq hercin pak më shumë me ndjenjat e emocioneve atë, dhe nëse do të humbin ato emocionet e para dhe do të hajnë goli, pastaj do të jetë pikë dobët. Por e tjetra është si ekip, si gjithë ekipi, por edhe teknikët e direktorët e tyre janë shumë gjak ftohtë, dhe nëse mund të hanë gol përsëri, mund të jenë në gjendje që ta rikuperojnë dhe ta bindë domethënë lojtarin e fushë dhe me ndryrimet që do të bëjnë gjatë lojës, që të jenë përsëri superior të ndeshjes, por gjithsesi do ta shohim sepse është shumë e vështirë, sepse është një ndeshje që me të vërtetë normalisht që futbollistët dhe teknikët e tyre të jenë profesionalistë, por është edhe ndjenja shumë të mëdha, sepse atmosfera që do të jetë në Prishtinë sot me të vërtetë që besoj që do të ndikojnë edhe në fushë. E qartë, dhe ne urojmë dhe shpresojmë sot një fitore të Kosovës dhe më në fund ta realizojë ëndrrën e saj për të shkuar në botror. Ëndrrën e gjithë shqiptarëve, nuk e arriti Shqipëria, te arri Kosova.
Po, inshallah edhe unë besoj që do ta fitojnë, por gjithsesi kjo është futboll, pra nuk jemi në luftë me Turqit, është futboll dhe në fundit është një ndeshje që me patjetër njëra do fitojnë, pra o do fitojnë Kosova ose Turqia, nuk kemi barazim, por nuk kemi që mund ta shtyjmë për më vonë. Sokol, falenderoj shumë për bisedën. Ishte kënaqësi, gjithashtu do të falenderoj. Faleminderit. Dhe këtu kemi ardhur